SPAK I komunikon Ajola Xozës një akuzë të re. Këtë të hënë, bashkëshortja e kryebashkiakut arrestuar të Tiranës, Erion Veliajt, Ajola Xoza u paraqit në SPAK pas thirrjes së prokurorisë. Raportet se prokurorët e posaçëm I kanë komunikuar bashkëshortes Erion Veliajt akuzën e fshehjes së të ardhurave. Xoza qëndroi në SPAK për rreth 2 orë, ndërsa kujtojmë se pak ditë më parë ajo paraqit në ambientet e prokurorisë në kuadër të respektimit të masës së sigurisë detyrim paraqitje të caktuar ndaj saj nga ana e GKK. Ajo është nën hetim për akuzat. Ajola Xoza është lënë nën masën detyrim paraqitje lidhur me dosjen Veliaj ku rezultonte se Xoza ishte përfshirë në skema abuzimesh me fonde publike. Sipas SPAK, Erion Veliaj dhe bashkëshortja e tij Ajola Xoza kanë ideuar, krijuar dhe vënë në funksionim një mekanizëm që ka synuar dhe ka bërë të mundur në praktik marrjen e përfitimeve të parregullta të cilat burojnë nga fondet publike që administrohen nga Bashkia Tiranë përmes titullarit të saj me qëllim pasurimin personal dhe familjar përmes veprimeve të kamufluara dhe të kundralishme. Gjithashtu Ajola Xoza është nën hetim për akuzat korrupsioni pasiv I funksionarëve të lartështetëror ose I të zgjedhurve vendor kryer në bashkëpunim nënter. Pastrimi I produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, refuzimi për deklarim ose deklarimi fshehja ose deklarimi rem I pasurive, interesave privat personave të zgjedhur dhe në punësve publike ose I çdo personi tjetër që ka detyrim ligjor për deklarim.